Janë një mëri, besoj, e veprimeve që kanë ndihmu. Padyshim pjesa e veriut ka qenë një problem pazidur kohë të gjatë dhe është përdorur si stri jo vetëm nga pjesa e kontrabandës, po edhe formave tjera të krimit. Ne kemi pasur raste të hetimit për kontrabandë, kemi gjetë që ajo pjesë është përdorur edhe për trafikim të qenieve njerëzore. Kështu që të gjitha format e krimit e kanë pas një shkallë më të lartë sigurisë dhe normalisht që kanë ndikuar edhe tek pjesa e hyrave. Faleminderit. Gjithsesi që kemi bë, tash shifrat e sakta nuk I kam me vete, por kemi bë, jemi në koordinim me doganën, kemi bë edhe llogaritjet dhe kjo do të jetë njëri nga vendimet e para në mandatin e ardhshëm. Pra ne patëm shpresuar që si vjet do të bëjë një gjë të tillë, pra me formimin e qeverisë së re, mirë po siç e dini, zgjedhjet e 9 shkurtit nuk arritën të prodhojnë institucionet të reja, kësaj po shkojmë drejt zgjedhjeve të 28 dhjetorit, pas atyre shpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe qeverinë e re, edhe vendimin përkatës për lirimin nga tarifa doganore, edhe për veturat e reja dhe ato të përdorura që vijnë nga Bashkimi Evropian. Përin tani edhe produktet e përpunuara, kryesisht mobiljet, produktet e ndryshme të plastikës, mineralet e ndryshme, xehet. Këto janë top 5 produkte që eksportojnë. Normalisht edhe pijet kanë filluar që të bën gradualisht pijet e ndryshme edhe ushqimet e përgatitura. Po besoj që e pat grafikonin sa I përket eksportit. Domethënë përveç rritjes prodhimit dhe një mbulimit të një pjese të konsumit të brendshëm, ka rritje të eksportit në vazhdimsi, pra është më tepër se 2 fish e asaj që kemi gjetur. Gjithsesi këtu ka ndryshim, siç e përmendi drejtori, vit pas vitit të produkteve që një vit mund të jetë një produkt I caktuar, një vit tjetër një tjetër, por ta zëm tek lirimet e tarifore që kanë ndodhur, kryesisht është për landën e parë apo për amballazhimin. Ta zëm kemi çështjen e pashtetave, nëse s'po gaboj që janë prodhuar, që ka qenë kërkesë që të lirohen këto kanaçet apo amballazhimi që përdoret për të paketuar. Në anën tjetër ngjajshëm është edhe sa I përket pijeve. Ta zëm kanaçet, meqense nuk prodhohen këtu, duhet të importohen, mbushen këtu dhe pastaj eksportohet si produkt I gatshëm. Kjo ka ndikuar gjithashtu edhe në rritjen e shitjeve apo eksporteve në vende tjera. Janë kryesisht që përmendi drejtori, pra mobileri, dyrë dritare kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian, meqense ka një avantazh sa I përket kostos dhe fuqisë punëtore që është më e lirë, për në anën tjetër, pra sa I përket cilësisë së produkteve janë të ngjashme. Kësaj pra kanë arritur në depërtu edhe në bizneset apo në tregun e Bashkimit Evropian. Tash shifrat konkrete do dojmë I nxjerr, nëse duam ta veçojmë vetëm si rajon, megjithatë ka përparim të dukshëm. Ne, siç e dini, kemi ofruar edhe masa mbështetëse, pra stimuluese, në mënyrë që bizneset aty të formalizohen. Njëra nga ato ka qenë edhe ofrimi I subvencionimit për hapjen e vendeve të reja të punës, sa I përket sektorit privat në atë zonë. Pra, kemi ofruar 2000 vende pune që do të mbështeten për të gjithë banorët atje dhe për bizneset që hapen dhe fillojnë punën. Dhe kjo masë ka treguar sukses jashtëzakonshëm, pra dhe do të vazhdoj edhe në muajt në vijim. Në anën tjetër ka edhe shtrirje të bizneseve të reja që janë hapur, siç e dini, pra që operojnë tashmë kryesisht këto bizneset zinxhir që janë, apo chains, si franchiza të ndryshme të cilat kanë hapur përfaqësitë apo selit e tyre edhe në pjesën veriore të vendit. Pra në atë zonë, siç e dini, ka biznese të ndryshme, duke filluar prej rrjetit të marketeve, sistemit bankar, postës dhe biznese të tjera gastronomia apo ushqimore të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme.